Ju mëngjes, unë po bëhem gati për të dalë në plazh. Fillimisht të bëjmë pak make-up, se të bëj edhe ca video sot. Ky është BB Cream që unë përdor në përditshmërinë time në qytet, por edhe në përditshmërinë time në plazh. Kur jam me pushime, është i prodhuar në Francë, i testuar dermatologjikisht, është vegan. Pëlqen shumë se përhapet në mënyrë shumë natyrale, nuk krijon yja, ka edhe SPF në të, pra nuk ose keni nevojë të vendosni krem mbrojtës që të ngarkoni dhe më shumë lëkurën. Gjëja që më pëlqen është edhe pse mbuloni, pra ka një mbulim goxha të madh, sërish nuk të rrisi maskën, nuk të bezdisni mos tani për shumë për vap kur vendoset në plazh, është perfekt dhe po ashtu është shumë i mirë dhe me pjesën e poreve, pra nuk i lët porët të duket, nuk krijon ato që shpesh krijojnë fondoditet ose BB Creamet që ta mbushi lëkurën, çka e bën shumë të përshtatshëm edhe për lëkurat me akne. Gjithë ditën me lë fytyrën e hidratuar, nuk e di, po I love it. Pirene dhe ka një çmim mbi të gjitha shumë ekonomik për cilësinë që ka, ja super blen. Ta krahasosh me ca marka shumë të shtrenjta që bëjnë gjysmën e punës së këtij, është gjyna. Ky ja super blen. E gjeni tek Green Cosmetics, ku po ashtu ka marrë edhe dy produkte të tjerë të cilët më pëlqejnë shumë, ta tregoj.